Vajza e Sinan Vllazaliut e Dona Vllazaliu ka bërë njoftimin e saj për aksidentin që ka psuar këngëtari i muzikës popullore. Në njoftimin e saj, e Dona shkruan: "Me zemër plot mirënjohje dua të shpreh falenderimin tim më të sinqert për gjithë stafin mjekësor të emergjencës së Gjilanit, emergjencës së Prishtinës, të cilët u kujdesen me profesionalizëm, përkushtim dhe humanizëm për babain tim pas një aksidenti të rënd që përfundoi me operacion. Në momentet më të vështira, përkujdesja, fjala e mirë dhe puna juaj na dhan forcë dhe shpresë. Babi im, i cili me shumë dashuri për muzikën ishte i ftuar të këndonte edhe në dasmën e Dua Lipës, fatkeqësisht nuk mundi të ishte prezent për shkak të këtij aksidenti. Megjithatë, sot mbi të gjitha jemi mirënjohës që ai është në duar të sigurta dhe po rikuperohet. Faleminderit pafund secilit mjek, infermier dhe çdo antarit të stafit për kujdesin, durimin dhe zemrën që treguat. Mirësia juaj nuk harrohet." Ndërsa në këto foto shihet Sinani i shtrirë në spital duke u rikuperuar. Ndërsa ne i urojmë Sinan Vllazaliut shërim sa më të shpejtë.